10 kryetar komunash nga gjithë trojet shqiptare u mblodhën sot në Tetov me qëllim rritjen e bashkëpunimit të ndërsjellë dhe realizimin e projekteve të përbashkëta që rrisin bashkëpunimin mes komunave shqiptare në Ballkan. Në Tetov u mbajt mbledhja e radhës së Këshillit Drejtues dhe Asamblesë së Unionit të Bashkive Shqiptare në rajon. Nikoqiri kësaj mbledhje ishte komuna e Tetovës, ndërsa fokusi kryesor i takimit ishte avancimi i komunave shqiptare në rajon. Një mbledhje që paqësa është mbledhje punë, është gjithashtu edhe një mbledhje simbolike për shkak se në Tetov edhe një herë grumbullohen kryetarët e komunave apo bashkive shqiptare në gjithë rajonin e Ballkanit, por edhe më gjerë sepse pjesë e këtij unioni janë edhe shqiptarët e arbrezhve të Italisë. Po ashtu është me rëndësi sepse në kuadër të Unionit Bashkive Shqiptare kemi edhe shumë projekte të përbashkëta me çka bashkëpunimi në mes të komunave apo pushtetit lokal bëhet thelbësor në drejtim të rritjes së komunikimit mes shqiptarëve në gjithë rajonin e Ballkanit, edhe pse kufit politik na ndajnë, por në këtë rast bashkëpunimi në kuadër të Unionit të Bashkive po na bashkon. Kasami paralajmëroi se si në Tiranë edhe në Tetov do të formohet qendra inovative për avancimin e të rinjve dhe përgatitjen e tyre për tregun e punës. Sot do promovojmë edhe një projekt tjetër në Tetov, që është projekt i përbashkët me Unionin e Bashkive Shqiptare, që ka të bëjë me qendrën e informacionit apo qendrën e inovacionit për të rinj, ku në modelin e Tiranës edhe në Tetov, në kuadër të qendrës për kulturë dhe rini, do të kemi një qendër të tillë ku të rinjt tanë do të mund të aftësohen për tregun e punës edhe për sfidat që i presin sa i përket zhvillimit teknologjik dhe inovacionit. Unioni i themeluar në vitin 2016 shërben si platformë bashkëpunimi mes komunave shqiptare në rajon, duke synuar koordinimin e politikave dhe projekteve të përbashkëta. Në takimet e mëhershme janë diskutuar dhe iniciuar projekte konkrete, përfshirë krijimin e paketave të përbashkëta turistike, aplikime të përbashkëta për fondet të Bashkimit Evropian dhe nisma në fushën e digitalizimit dhe zhvillimit lokal. Po ashtu në një nga mbledhjet e mëparshme është hartuar dhe një plan i përbashkët vjetor me projekte në fusha si kultura, turizmi dhe urbanizmi, duke synuar përmirësimin e jetës së qytetarëve në komunat pjesëmarrëse.